Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak dhe analizuar bashkarisht qasjen që po vazhdon të bën Rogerti dhe Selin. Tani Rogerti natën e mbrëmshme ka qenë në një nga klubet e Tiranës, ku ka performuar bashkë me këngëtarin, mikun dhe të afërmin e tij, i cili erdhi në surprizë për Rogertin. Kënga e cila është performuar natën e mbrëmshme është një këngë e cila është krijuar me inteligjencën artificiale, ku Rogerti këndon Jalla ja Selina, Jalla ja Khalifa, një këngë që erdhi brenda shtëpisë së Big Brotherit nga një diskutim dhe nga një ofendim që Rogerti i bëri Selinës. Tani, prindërit e Selinës këtë këngë nuk është se e kishin prit edhe mirë, domethënë në qëndrimet e kësaj këngës ka patur gjithmonë një lloj mospëlqimi nga ana e familjes së Selinës, sepse e kanë marrë sikur është ofendim për një vajzë e cila ka qenë në Dubai, domethënë është krijuar ky koncepti i vajzave shqiptare që po ikën në Dubai, ato atje tërbohen, krijojnë domethënë një jetë të vështirë, krijojnë një rrugë të pisët në jetën e tyre dhe është komentuar jashtëzakonisht shumë, por Rogerti siç duket vazhdon së provokuari rrugtimin e Selinës, vazhdon së provokuari mes lojës së Selinës duke i kënduar këto këngët në një kuptim për ta gjuajtur me një thumb Selinën, që do me thënë brenda asaj shtëpie unë ndërtova famën dhe karrierën. Rogerti mbrëm ka bërë namin në diskotekë, është ngjitur në skene, ka kënduar këngën, diskoteka ka qenë e stërmbushur, ku Rogerti do me thënë ka dhënë një show të papar. Tani, a e bën Rogerti këtë me kastile për të shqetësuar Selinën? Unë nuk e shoh ashtu, sepse kam lexuar shumë komente që për shembull thonë që Rogerti këtë gjën e bën për të hakmerur kundërdrejt Selinës, nuk është e bukur të ndodhen kjo gjë. Unë mendoj që Selina vete ka duar trokitur këtë këngë, vete ka mbështetur këtë këngë, veti ka qëndruar besnike në këtë rrugtim Rogerti, sepse Selin është një vajzë e cila kur është kënduar kjo kënga në shtëpi, është vallëzuar nga që u transmetua dhe në shtëpi si këngë, nuk është që nuk u dha në shtëpi, Rogerti e dëgjoi këndimin e tij në këtë këngë, Selina përsëri e vallëzoi, këndoi, do me thënë edhe i tha Rogerti që ti po fiton në shtëpinë time, po fiton në kuadrin tim. Tani, unë mendoj që Rogerti më së shumti këtë gjë mbrëm e ka bërë për show, do me thënë, ai edhe mbrëm e pa se sa i lumtur ishte, se ishte i arritur. Ai ishte e drejt, nuk ma merr mendja që është e drejt, sepse Jalla ja Selina, Jalla ja Dubai, do me thënë, dihet se si erdh, por siç duket publiku e ka pranuar jashtëzakonisht mirë këtë gjën. Një reagim nga ana e Selinës nuk ka ardhur në Instagram, që si duket Selina e ka duar trokitur këtë këngën, do me thënë këtë rrugtimin e Rogertit, e ka duar trokitur këtë hitin tashmë që është bërë, sepse kjo është qëndruar në hita, nuk ka shqiptar që nuk e di këngën Jalla ja Selin të kënduar nga Rogerti. Dhe ndoshta së shpejti Rogerti edhe mund ta binde një verzionin e tij duke e bërë me klip, duke e kënduar edhe me këngëtarin në fjalë. Si e mendoni, është e drejtë apo jo?